Askush nuk na pyet se ku duhet të lindim. Dikush lind në Afrikë, tjerë në Amerikë, të tjerë akoma në Shqipëri, të tjerë në Itali apo diku tjetër. Disa lindin brenda familjeve të pasura, të tjerë në familje të varfra, si për shembull historia e Amidit. Amidi lindi në Etiopi në një familje shumë të varfër. Merreni me mend që babai i tij ndonse një mësues nuk mundej që të ushqente fëmijët. Ishin 3 vëllezër dhe vllai i madh kërkoi që të ikte. Kërkoi që të vinte në Shqipëri dhe në Evropë. Kishte dëgjuar për Shqipërinë, kishte dëgjuar për Evropën dhe e dinte shumë mirë që në Evropë mund të kalonte vetëm nëpërmjet Shqipërisë. Mirë po, kur u nis, unë nuk e dija këtë histori, por kur u nis tash, ai hypi në një vend të gabuar, në një makinë që i futën nën disa materiale ndërtimi dhe aty vdiqën, që të gjithë. Ishin 17 që vdiqën dhe mes tyre edhe vllai i Amidit. Amidi ishte i vogël, ishte 17 vjeç atëre. Dhe kështu që në mendjen e tij ishte ajo mania që duhet ikte nga ai vend, sepse ashtu siç e dini, në Etiopi ka një situatë vërtet drastike. Në fakt ai në vitin 2025 mundi që të ikte. Dhe nuk iku sepse s'kishte para, si do t'ikte. Ato para që kishin vend diku, që kishin kursyer, ja kishin dhënë vllait dhe vllai vdiq. E kështu që ai u nis pa para, po si do të nisej pa para? Nuk mundej që të vinte në Afrikë dhe dini se çfarë bëri? Nuk mundej që të vinte në Shqipëri, por bëri diçka tjetër. Ai shkoi në Arabinë Saudite, por për të shkuar në Arabinë Saudite i duhej që të kalonte një shkret të tir, sepse në vendet e tjera kishte kontrolle. Kishte kontrolle për më tepër nëse do ta kapnin, jo vetëm që do ta arrestonin, do ta kthenin mbrapa, por do ta rrihnin. Në fakt ai u nis drejt kësaj fushe të madhe me rër. Dhe si përfundim, pas 3 ditësh arriti nga ana tjetër. Kishte marrë çdo gjë. Kishte marrë ujë, kishte marrë ushqim dhe çdo gjë. Dhe arriti të shkonte nga ana tjetër, por kishte një problem. Nuk arriti atje ku duhej dhe duhej që të kalonte një tjetër shkret të tjerë, sepse i kishte rënë tërthorazi. Dhe që mos pagonte gjithmonë. Kaloi një lum, kaloi dhe një pjesë të një shteti dhe për të arritur në Arabinë Saudite, i duhej që të kalonte një tjetër shkret të tjerë, pra dhe arriti. Më në fund arriti. Arriti në Arabinë Saudite, por aty u kap nga disa ushtarë, sepse duhet të dini që ka kohë që Arabia Saudite, duke filluar që nga viti 2023, bën kërkime edhe me drone dhe me ushtarë në shkretëtirën që është përbri për të arritur në Arabinë Saudite. Dhe kështu që Amidi u kap dhe e vendosën në një kamp refugjatësh, por e rrahën gjatë rrugës, sepse ai donte që t'ikte. E kapën dhe rran, jo vetëm që ishte i uritur, por etja e kishte tharë totalisht. Dhe ai nuk donte gjë tjetër, veç se të kthej prap në shtëpinë e tij. U tha atyre, më lejoni vetëm të kthehem në shtëpi, nuk e lan. Bile, përveç se e rrahën keq, por aty gjatë atij momenti ai për të qenë më mirë, për të ushqyer, kërkoi vetëm një gjethe të një peme. Është një pemë që përdoret në Etiopi, por përdoret që për kohrave antike. E përdorin pleqt, e përdorin të rinjt, shitet në për supermarkete, shitet në për markete, këto që janë rrugëve. Dhe nuk ishte kaq, me fjalë për atë ishte kaq normale për Amidin. Kjo pem, ose kjo bim, quhet kat. Dhe gjethet e saj, ndonse kjo është e cilësuar nga gjithë bota si një gjethe, ose një bim narkotike, sepse ka disa efekte në trup, por ajo të heq urin, të heq dhimbjen, të eliminon edhe ushqim, nëse ti ke uri, ta eliminon. Pra të jep energji. Atë energji që i duhej atij. E bëjnë thash në Etiopi çdo ditë. E marrin, e përtypin dhe pinë lëngun e saj. Pra ai kërkoi vetëm këtë gjethe. Dhe dini se çfarë ndodhi? Përveç se arrestuan, tani pret që të dënohet me vdekje. Dhe vdekje jo sido,
por vdekja në Arabinë Saudite është me shpatë, pra do t'i presin kokën. Ka që vitin e kaluar që në dhjetor të vitit kaluar, që ai kërkon ndihmë nga bota, nga njerëzit, nuk di si ta kërkoj, sepse ka ndodhur dhe një fakt tjetër, i çuditshëm. Arabia Saudite, nëse ti nuk e para, nuk të ndihmon që ti të kesh një avokat, siç bëhet në vendet e tjera, që ta jep shteti. Dhe i than, ti duhet të kesh një avokat që të prezantohesh. Ai than, nuk kam. Atëre pagoj, than, nuk kam as për paguar. Atëre i than, duhet të përballesh me gjyqin. Gjyqi e vendosi që ai do të ekzekutohet. Dhe i bën që të firmoste një faqe ku ai nuk di as një gërm në gjuhën arabe, sepse nuk di arabisht. Dhe i than firmosej, dhe ai e firmosi, kështu që ka dy probleme. Problemi i parë që është marrë një vendim, dhe vendimi është marrë nga shteti arab, pra nga Arabia Saudite, ekzekutimi i tij këtë vit, pra brenda qershorit. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndë, është fakti që ai ka firmosur. Ai edhe pse deklaron që nuk njihte ato gërma çfarë ishin shkruar aty, ata pretendojnë që, pra Arabia Saudite pretendon që ky duhet të mos e pranonte. Po ku ta dinte i gjori? Pastaj tjetra që është akoma më e rëndë. Ku e dinte ai që në Arabinë Saudite një gjethë e tillë të mund t'i shkaktonte ekzekutimin? Ku ta dinte? Ku ai çdo ditë, duke qenë dhe një djalë i ri, 20 vjeç, duke qenë një djalë i ri dhe nga një familje varfër, i pa shkolluar, ku ta dinte? Ku do informojë ai që ajo gjethë në Arabinë Saudite ndëshkohet? Pastaj, pse Arabia Saudite nuk e merr përsipër një gjë të tillë, pra një ndëshkim që duke e krahasuar edhe me vendin ku ai ka lindur dhe është rritur, pra me Etiopinë. Në Etiopi e përsëris edhe një herë, për ditë nëpër pazare, që të gjithë e marrin dhe e përtypin. Ka disa vende, nuk përdoret vetëm në Etiopi, përdoret edhe në disa vende të tjera të Etiopisë, të Afrikës. Mos gaboj, në 8 apo 9 shtetet të tjera të Afrikës, nuk është ndaluar, sepse përdorej që prej kohrave antike, kur dilnin në përmale, apo ndoshta edhe në shkretëtir, ata ishin të detyruar që të përballeshin me motin dhe fusin në përxhepa këto gjethet, pra gjethet e kësaj katit, të kësaj peme, të kësaj bime. Dhe është një mënyrë për të mbijetuar. Pra pse tani ai të ndodhet në këtë situatë? Shiko, jeta e njeriut është tepër e vështirë dhe gjëja që është më e rëndësishme duhet kuptuar që jeta jon varet nga të tjerë, jo nga ne. Mjafton një gjest i vogël, mjafton një gjë e vogël dhe mund t'i kushtoj jetën kujdo. Një e vetme, sepse jeta, e përsëris edhe një herë, nuk varet nga ne, absolutisht, por varet nga konteksti se ku gjendemi, nga ligjet, nga njerëzit, nga situatat. Dhe kështu që një djalë i ri, 20 vjeçar, pra si Hamidi, tani pret ekzekutimin për një gjethe peme, sepse ja kërkoi ushtarëve. Me një fjalë, po t'ishte një fjalë kështu që do ja u thoshte do si do, njerëzve normal, do kishte një ndëshkim ndoshta disa vite burg. Por duke ja kërkuar ushtarëve, pra vetë ushtarëve më jepni një gjethe kat, u tha atyre, ja përkthyen të tjerët që ishin aty dhe tani është dënuar dhe pritet ekzekutimi. Më vjen shumë keq, sinqerisht. Ka probleme gjithandej në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në mbar botën edhe këtu ka probleme. Çdo njeri ka probleme, por një problem i tillë më duket vërtet banal. Për një gjethe të ekzekutohet një njeri, për një gjethe që ata e kanë përdorur dhe vazhdojnë ta përdorin ende sot në Etiopi. Pra përdoret normalisht. Është pemë natyrës, ta jep natyra. Pse? Ti, çfarë ligji është ky që ti mua më ndëshkon që unë të marr atë? Për çfarë arsye? Nëse ky do të vdiste, kaq shumë e duan ata? Se është ligj, dakord. Por ky e merr për shembull sepse nuk po e shet, po ky e merr për vete që të mbaj trupin në këmbë sepse ajo e rigjeneron. Pse? Nëse ai kërkon të vdes, pse duhet ta ndëshkosh ti? Ta vrasësh ti? Është më drejt që ta vrasësh ti? Megjithatë pres komentet tuaja çfarë mendimi keni. Kalofshi bukur.